Ati që kërkoni nga kolegët e tjerë duhet të respektoni edhe vetë, duhet të qëndroni brenda procedurës. Dakor, por nuk duhet të ndodhë më. Atëherë, në mbledhjen e djeshme të konferencës kryetarëve, për çfarë? Për çfarë keni kërkuar? Replik. Urdhro, 2 minuta për replik. Nuk ka asnjëri dëshirë të bëjë një çështje kaq madhore siç është genocidi, çështje partijake. Është verbria e atyre që urdhërojnë ju që të mos votoni eksterminimin e shqiptarëve vetëm për shkak të etnisë. Shkoni në Kosovë, shkoni në Krush, shkoni në Çak, shkoni në Lugën e Butë, pa të rastin tishan verë në Bjeshtë e Istogut. Nga Maja, nga Sanxhaku, kishin ardhur hordhit serbe dhe kishin marrë çdo të moshur, çdo fëmijë, çdo grua që kishin gjetë aty, të dalë jashtë zonës luftës. Grumullove i kanë ekzekutuar 54 vetë vetëm për shkak të etnisë shqiptare. Burra, mjek, pensionist, fëmijë, dhe kjo është vetëm njëra për i tyre. Si mund të ndalmi në këtë? Si mund të... Po, absolutisht, në shënderit ja u them me sinqeritet, si parlamenti i Bosnjës, i Republikës Serbe të Bosnjës, mos zotëri kështu, am thonë. Po si mundet kjo? Çfarë ka këtu? Am thonë. Po të dënosh genocidin është një detyrim absolut i njeriu të qytetruar. Dhe bëhet ky diskutim. Jo ma jo. Edi Rama është u tregua sa Vučić armik i Kosovës. I vuri sanksionet i pari. U vuri shërbim të skenarit të ndarjes Kosovës. E përjashtoi nga gjithanismat. I dërgoj njerëzit u përpoq për përmbys Albin Kurtin. Personalisht do të them dhe si parti, ne kemi homolog lidhjen demokratike të Kosovës. Herën e para, herën e treta, ne mbetemi aty. Po ne nuk mund të imagjinojmë kur që të marrim veprime subversive. Edhe mitigu që bëhet. Me nuancat theksuara kundër qeverisë Kosovës. Dhe vlinë kishin planifikuar 60 minuta Edi Rama fjalin. Absolutisht një lloj si dilte Vučići më fol aty. Zoti Redi Muçi në procedurë. Atëre, për procedurë, nderuar kryetar, u bën 2 orë në të seancë që po i bie gjoksit se kush e dashuron më shumë Kosovën, në një nacionalizëm të shtërpë